Radio. Albania Radio. Hey yo, what's up ladies and gentlemen? Representing now today for you, for everybody. Hapçu në Top Albania Radio me më të mëdhtë kësaj gjoje. Më të mirët, me më të bukurit, me më energjikët, me ata të pakasueshmit. Me ato që vetë ashtu sosen me vetë. Që ashtu e kuptoni vetë ju me Vistianin, Cubin dhe DJ Vini. Dhe sigurisht në radion më të mirë shqiptare, në kohë, në hapësirë dhe në multivers, Top Albania Radio. Ah, you like it? E bëm që si marrë, fucking hell. Me efekte, me gjëra, me të tëra. Përshëndetje dashumi që është kënaqësi të jemi pranë juve sot në këtë ditë e enjte, në këtë ditë ku Apçuja vjen dhe ju afut një shpull argëtimi nga ora 6 deri në orën 8 darkës. Për të bërë të kaloni këtë. Dhe ju freskon këtë vapën përmbuluese. Është një shpull me që ka dalë nga frizeri. Po, shtillau. Dhe ju me fap zgjoheni gjithë energji, edhe na dëgjoni ne të freskët, edhe gjithë buzëqeshje. Për ju që jeni meshkuj, shpullën e merrni nga Cubi. Dhe aty ku e merrni e di vetë ajo. Ore Cubi, kjo ngjan si gjë tjetër. Ore, unë flas për shpullën time. O vino. Shpullën Cubit. Dhe kërcet në fund. Kërcet, po shpulla kërcet. Po kërcet fort. Plus janë shpullë freskë. Kam edhe shpullën kështu, se jam edhe kështu merr me shtanga. Dhe përveç shpullës të dashur miq, ju do merrni dhe puthje. Puthje plot humor, plot pozitivitet, me anë të frekuencës së radios, që dua bëjnë këtë pasdite më të bukur, më të këndshme, ndërkohë që ju po shkoni për takuar të shtëpisë. Keni lënë punën, po shkoni në një date. Një date në këtë orë? Po, keni një takim pune që në fakt se keni mendje të takimi, por tek ai që do takoni. Jo, por në këtë moment ata nuk e kanë mas mendin tek ai që do takojnë, por tek ne. Po, indirekt tek ne. Dhe janë të lumtur që po na dëgjojnë. Por ju që jeni në trafik, që keni ngecur, mos u mërzisni, jeta është e bukur. Ti nuk je vetëm. Ti nuk je vetëm. Ti nuk je vetëm. Nuk je vetëm vllai im, shpirti vllait ose zemra motrës. Po ti fol për motra do doja edhe unë. Zemra motrës, nuk je vetëm. Edhe ne kemi qenë aty ku je ti. Por ja dolëm, erdhëm. Prit ti flas dhe në çikun këtë timit. Do i flasësh tëndit, po folish. Zemra ime. Ti nuk je vetëm. Kujdes, vetëm hap syt. Hap syt dhe shiko ku e fut marshin, sepse nuk je vetëm. Nuk je vetëm. Ndërkohë që ju jeni në kërkim të dashurisë, nuk jeni vetëm. Asnjëherë. Keni Cubin që po kërkon ende. Dhe nuk jeni vetëm. Që vazhdojmë. Ja me gustas tu. Patje, më gusta 2-3 shpiqe ti lemi qira me gustas. Aman more. Çfarë kurioziteti do më thuash? Një kuriozitet shumë interesant, i cili u bë viral në pothuaj në të gjithë botën. Ishte fakti që 2 miq të vjetër, të cilët momentalisht mund të ishin 65-67 vjeç, kur ishin në moshën 20 e ca vjeçare, i kishin premtuar njëri tjetrit, nëse njëri prej tyre do të fitonte një llotari, do ta ndanin vlerën së bashku. Dhe si përfundim, njëri prej tyre fitoi një super lotari prej 70 e ca milion euro, nuk e di sa. Okej. Dhe kjo më intereson tani. Sigurisht që i majti për vete. Normale se ishte budalla kanë për shokun. Kështu mendonim të gjithë, që i mbajti për vete, por në fakt Cubi çfarë bëri? I ndau me shokun e tij. Super. Të betohem, jam impresionuar nga gjesti. Ky që ka burr, e mbajti fjalën. O vishën po nëse do ta fitoje ti për shembull. Ai sot vini do të pas grua, domethënë dhe sigurisht që biem dakord në mënyrë autodidakte. Se do shpërthente shtëpia aty. Ku do t'ja jepësh lekët tim ore? Ore vishën, nëse ti do të fitoje një llotari, do t'i ndaje me mua. Po varet sa do fitoje, Cup. Po çrën si kam, dhe sikur 2 lekë janë ato të shkreta. Si të t'jap një gjë, po ti ndaj me ty jo. Po unë s'dua një gjë më, unë dua lek më. Ore kjo, po jo atë gjë që ti po kërkon më. Atë ç'ta japim ne. Jo, atë më thash, jo, po jore.
E kisha fjalën për kështu gjëra materiale, doja monetare. Po monetare, edhe herë po të them. Monetare. Nëse do fitoj do ma jepje. Shiko Supi. Nëse do fitoja për shembull zem 10 milion euro. Po. Do të t'jepja, do të blej një makinë të re. U kpute shpirt. Po, më fal. Sa se ty ka mund që më kërkoj, a do m'ja për gjë? Shiko, meqense po flasim për lekët e për këto gjërat, për shembull, Vision, ti sa vjeç ke dalë në punë? Ke punuar vetë? Unë që në gjimnaz kam punuar vetë. Kam punuar në internet center. Po gjithsesi në një moshë të pjekur, ëh? Kam qenë gjimnaz, vit 3 gjimnaz, që kam fillu punë për herë të parë. Po, e di se plus që kam punuar te biznesi i familjes që i vogël. Mirë, kur është biznes familjar, sepse dhe unë që e vogël kam punuar në biznesin e familjes, është tjetër gjë. Por sot, duke qenë se është dita 12 qershor dhe sot është dita botrore kundër punës së fëmijëve. Kundër punës së fëmijëve. Sepse për fat keq ne kemi parë fëmijë në mosha shumë të vogla. I kemi parë. Të mitur, që dalin nëpër rrugë, punojnë në forma nga më të ndryshmet dhe në fakt sipas statistikave thuhet se deri përpara Covidit, numri ul goxha. Pra pati një lloj ndërgjegjësimi. Po pas Covidit, duke qenë se pati një rënje të ekonomisë dhe një çrregullim, po themi, të anës ekonomike, u detyruan të nxjerrin përsëri fëmijët në rrugë dhe kjo është e tmerrshme. Cubi është diçka, një realitet që në fakt nganjëherë më mirë të punojnë se sa të merr me pisliqe. Një 9 vjeçar, 8 vjeçar. Shiko, 8 vjeçar, shiko ç'a ndodh. Fëmijët praktikisht, unë mendoj se prindrit bëjnë shumë mirë që fëmijët e tyre t'i mësojnë me idenë dhe me kulturën, jo që të punojnë, me kulturën që gjërat duhen fituar me merit. Dhe ne në mënyrë autodidakte, në mënyrë besoj edhe Vini ma konfirmon të gjë, neve i mësojmë fëmijët tanë që të marr një akullore, duhet bëjnë një veprim të mirë. Pra duhet sillen mirë, duhet gjojnë prindin, duhet gjojnë atë. Pra çdo gjë ka një shpërblim dhe kjo është fryma dhe kultura që duhet injektuar te fëmijët. Sepse aksidenti tragjik që po ndodh në rritjen e brezave është fakti që po rriten breza që nuk e udin vlerën lekut, gjërave, lodrave. Që duhet të fitojnë gjërat sa më lehtë. Jo nuk ja din vlerën, ai mendon se babai ose nëna e ka për detyrë që të mos i mungoj asgjë lodra, gjëja tjetër. Mirë, pa diskutim, kjo është shumë e vërtetë, por pavarësisht se detyra e prindrit nuk është diçka që i takon fëmijës ta vendos, por fëmijës i takon të kuptojë dhe të mësojë nga prindi i tij që gjërat meritohen dhe në këtë jetë nuk ka asgjë që të vjen falas. Duhet ta fitosh. Dhe kjo gjë nis që në sistemin shkollor, domethënë ti nëse nuk mëson, nuk merr dot notë mirë. Mirë, megjithatë ne flasim gjithmonë për fëmijët e rrugëve, që tani fëmijët e rrugëve shohim në një moshë shumë të vogël, që shesin lule, facoleta, që janë më mirë se ata që lypin. Ata që lypin pastaj janë histori më vete. Mirë, megjithatë duke qenë se jemi tek data 12 qershor, Visian, që kjo pra ishte, dita kundër punës së fëmijëve të miturve. Ndërkohë nga ana tjetër, sot në 12 qershor, Vision, ne jemi zgjuar, jemi gdhir më saktë. Jemi zgjuar dhe dje, edhe dje zgjuam. Po sot jemi zgjuar ndryshe. E di pse? Sepse natën ne kemi pasur hënë luleshtrydhe në orën 3:44 minuta. Natën kemi pasur hënë luleshtrydhe. Për shembull, natën ndaj të gdhirin në këtë orë të mëngjesit, po themi nga ora 2 deri nga ora 5 të mëngjesit, ke pas për shembull ndonjë zgjim si të papritur, ndonjë pagjumësi, ndonjë përpolitje. Përpolitje kam pas, po jo nga luleshtrydhja. Po ti e ke pasur përpolitjen se ore kishe gruan aty afër. Patjetër. U përpolitëm të dy. Pra, po kjo është tjetër përpolitje. Po, por dhe kjo përpolitje është në efektin e hënës luleshtrydhe. O Vino, je përpolitur mërëm ti vllai. O Vino, jo, e di si shpyetja tamam, a ke hëngër luleshtrydhe? E di, mua më haj dje, me thënë të drejtën, jo luleshtrydhe, po më haj. Ka kohë që të haj, thotë. Më haj dhe unë grita hëngra një banane. Një banane, po patjetër. Po s'të kisha luleshtrydhe. Po ti banane dash, si e për luleshtrydhe ti, ti e për. Ti ke investu për këtë ditë. Shia, o Vino, sa rënd është, më do të haj luleshtrydhe. Banane, moj, frut që i ka gjitha vlerat. Po tash ta provoja një herë me që ishte kjo hëna luleshtrydhe. Luleshtrydhja është thjesht një kaç. Ta provoj një herë se një herë është dreqje mori, apo nuk quhet shmenjë. Brëm, përpolitet, jo që shkova te banane. U përpolita me thënë drejt, po ku të plasesha? Ku të shkoja? Marrësh. S'kisha ku të shkoja dhe përfundova në frigorifer. Me rastin e kësaj feste, këtij evenimenti magjik,
të daljes së hënës luleshtrydhe. Po, që se kuptoj prapë më duket një idiotësi totale. Shiko, sipas studimeve, domethënë hëna luleshtrydhe, hëna bëhet shumë e vogël dhe duket vetëm në një pjesë të Amerikës dhe merr një trajt, domethënë duke e parë nga lart si me pika të vogla dhe ka formën e kuqes si të luleshtrydhes. Pika sa buku ka vajt menja mor që e kanë krahasuar. Dhe në fakt hëna luleshtrydhe se kanë krahasuar me shalqi. Ka ardhur nga fiset Anglo-Quechuan të indianëve. O vino çaf, shko o zemra. Të indianëve të Shteteve të Bashkuara dhe prit janë fiset Dakota, Lakota dhe Ojibwe. Ojibwe. Shiko, unë them të dëgjosh live. Dakota, po, të shkosh të pish pak ujë freska. Ta freskojmë pak. Ta gurmasin, po, që ke ngrënë bananën brëm. Se më kanë kec këtu. Dhe për gjithë juve që keni kaluar bukur mbrëm dhe jeni përpolitur në hënën luleshtrydhe mbrëm, kemi një këngë vetëm për kënaqësinë tuaj. Ten vokali, po, shpërthen edhe mua, ma shpërtheu ylli. Vetëm këngëtarët e dinë që ta shpërtheu ylli. Ku të vajti shpërtheu? Nuk di, domethënë u përplas nëpër këto mure e studios tonë. Në muret, po. Edhe me siguri ka shpërthyer edhe ata që po na dëgjojnë në këtë moment e kanë shpërthyer nëpër makinat e tyre. Edhe vini sa po shpërtheu. Vini ja shpërtheu ekranit. Ore vini. Megjithatë, Ylli duhet thënë që është një super vokal, super artist. Vetëm se i ka të gjitha këto këngë kështu dramatike me kështu. S'ka një këngë që më shumë happy, me luleshtrydhe. Me luleshtrydhe. Artist është djali mirë. Po, patjetër, respekt deri në maksimum. Patjetër, Farama ne më them mos ta më. Jo, ne mbyllim. Ne vazhdojmë tani. Mos ta më merda, cominciamo. Atëherë vretjet sot dy vretje sot. Sot po përvetsojmë gjuhët e huaja. Jemi mirë, okay. Tani, zonjë zotri, kemi ardhur në një ndër momentet interesant ku artilligjenca Filipe Bale dhe gjilifenca artificiale Dakota Fotoka Motoka. Jep. Momenti ku inteligjenca artificiale bën kryeveprët e saj dhe ne i dërgojmë një prompt që themi një gjë dhe unë sot i kam kërkuar për të bërë poezi me temën hëna dhe ajo e ka bërë. Gjithashtu Cubi, çfarë ke bërë sot ti me ChatGPT përveç faktit që ta ka shpërthyer darkë? Në fakt, të them të drejtën, unë kërkova një temë me të nxehtin, me këtë të nxehtin përvolues në Shqipëri. Atëherë, zonja zotëri. Dhe më ka bërë një super poezi. Siç i ka hije këtij emisioni, jemi te rubrika AI. Rubrika AI. Dhe sigurisht kjo rubrikë gjithmonë fillon me Ladies First. Yep. Fillon me atë zërin e saj melodioz, ëmbëlsira e poezive, artistja nga Tepelena, Esmeralda ose Aka Cubi. Ky nxehti afrikan. Në mes të qershorit u përvoluam. Çdo gjë afrikane po përjetojmë. Djersa na rrjedh si lum i vruar. Ky nxehti po thrasi me jehon. Ore, ky nxehti afrikan në Shqipëri ka ardhur për qejf apo për qok? Se na ka tharë si fish të thatë në diell, futemi në ujë, dalim si komposto me moll. As dushi ftohtë nuk më jep shpëtim, A kulloren e ha me shpejtësi. Ventilatori bon vësh pa pushim dhe ne presim freskinë me padurim. Po shkojmë në plazh, në det të zhytemi, në ujë të ftohta të kripur bashk, ama si do të jetë, veç pak freski duam. Ta shuajmë zjarrin e këtij qershori afrikan. O plak, ky ishte a ka kod ky emisioni apo kjo ishte erotizëm i gjallë, më vlla, veni një kod të kësaj radio, ju lutem. Po është i nxehti pra, i nxehti për po pse do që Ledionit na e çoj emisionin në 2 natës më Cubi? Po ç'janë këto poezi? Po me që unë në 2 natës Ledioni thotë
T'japim një punë kësaj vajze. Perl, ishte shumë e bukur Ishte e bukur në fakt. Për këtej shakave, ishte vërtet shumë e bukur. Mënyra si ti e ke interpretuar këtë krijim të inteligjencës artificiale e bëri këtë edhe më të bukur. Këto që i dhe rrugës domethënë ishin magji, Vino? Çdo gjë që mund të bëj unë pas kësaj që bëre ti nuk ka vlerë shkot. Jo, absolutisht shkot. Miq, ju lutem. Nuk ka vlerë. Hapni veshët, sepse tani ata kanë hap tjetër gjë. Ku interpretove ti, s'ka hap njëri veshët. Hapni veshët thot. Atëherë vazhdojmë. Poezia me titull Hëna e krijuar nga ChatGPT për kënaqësinë tuaj dhe tonën së bashku, pa asnjë rregullim. Hëna doli, plot nur e dritë, po su mor vesh kish dal për qef a për kredit. Na pa me sy të rrumbullak, kur Xhaxhi Fadili hapi dritarën e bërtiti. Hamër plak! Në qatit e luli po pije i raki, Qa thua ti? Me zë të lartë, na falo hën për çdo budallalëk. Ajo u skuq, u turbullua pak, kur e pa që komshiu po flinte me çorape dhe pantallona plazh. Qyqa. Te balkonin kat të tretë një çift bënte selfie me filtrin Hëna e vërtet. Ajo e bëri zemër, ai po bënte duck face. Hëna s'mori vesh nëse ishte dasëm në MySpace. 100 lekë drejt saj çdo natë në orën 2. Hëna më shikon thot, ajo është gruaja ime, kuku kiki. Por Hëna qesh, me gjithë se s'ka goj, se di që në këtë lagje s'ka gjë që po shkon në rregull, është njësoj si e lyer me boj. Më fal, të beton. Inteligjenca artificiale jotja ChatGPT-ja. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka mos është efekti Hënës lule shtrydhe? Vino, ChatGPT-ja me grip. Domethënë, shiko, po s'futa unë çik dorë, domethënë kjo nxjerr idiotësira. Ose kuptova historinë fare dhe më thot. As mora vesh gjë. Shi që më thot më pas. Nëse të duhet edhe më performuese, por në skena, po për TikTok thot, mund ta kthejmë në monolog me zë të ndryshëm për çdo personazh. Thuaj fjalën tënde. Prit t'i them, qa mendimi ke për Vinin? Qa mendimi? Do bëj një poezi për Vinin tani, e të mërshme. DJ Vinin. Po. Përt. Vino, kujdes. DJ Vini thot është një nga emrat më të njohur dhe më të qëndrueshëm në skenën e muzikës shqiptare. Jo. Më të qof prit tani. Sidomos në fushën e muzikës urbane dhe elektronike thot. Ja disa mendime të sinqerta për të. Shafleti, sinqerta fare. Pikat e forta thot. Shije moderne muzikore. Ore Vino. DJ Vini thot ka ditur gjithmonë të jetë on trend, duke sjell këngët që i përshtaten brezit ri, por edhe me ritme që nuk humbin identitetin shqiptar. What the fuck? Jo, mos na thuaj. Jo, po e tha i madhi Rama. Ne heshtim. Ka thënë Rama moj. Okej. Tjetra, pika tjetër. Prit se ka prapë për Vinin, Një sekond Vin. Bashkëpunimet suksesshme thot. Stili i qartë dhe i dallueshëm thot. Pikat që mund të diskutohen. Pikat me pikpyetje të Vinit. Ndonjëherë i sigurt në formulën e suksesit. Okej. Më shumë prani në media se sa live performance. Ose di për kë vjen e ka. Vino, me ty e ka kjo apo? Ti them, o motra, mos e ke gatruar Vinin motra. Tani mos është ndonjë vin tjetër. Cubi është momenti diçka e shumë veçantë, e cila diçka e shumë veçantë. Kryesisht është vetëm për ty. Për mua? Sepse ti ke nevojë. Kam shumë nevojë. Realisht ke nevojë Cube dhe e vëre, ke filluar dhe je rënduar shumë këtë kohë. Po, kështu që publicitet. Zonja dhe zotëri, rubrika Na plasi VIP. Rubrika Na plasi VIP. Na plasi VIP. Dhe të dashur miq, na shoqëron sot një personazh e cila nuk i plas shumë për VIP-at, sepse është VIP për vete. Zonja dhe zotëri, gazetarja, artistja, floriri, Argjira. Spanca. Shiko, Spanca, jo, ta lash mbiemrin sepse do flasim çik më vonë për mbiemrin tënd. Do e thjesht të thoja Argjira. Argjira Spanca, mirë se erdhët. Përshëndetje. Argjira shkurt. Mirë si u gjeta. Sa e ëmbël je?
Faleminderit. Ti je shumë e mirë. Gjira mirë se erdhe. Komplimente. Filluan gocët tash me njëra tjetrën. Gjira, është kënaqësi të kemi sot në Upçunë Top Albania Radio. Ti je një personazh e cila nuk paradel shpesh gjithkund, edhe për ne është vlerësim që të kemi. Është kënaqësi që jam këtu me të drejtën. Më nxorët pak nga ajo rutina ime punë dhe se tani rutina jote është edhe ngarkuar, por do flasim pastaj. Do kemi mundësi të diskutojmë gjitha. Si parantezë, për mua është kënaqësi që të njoh, edhe që kam mundësinë tashmë që të punojmë në një ambient së bashku. Edhe vërtet jam i lumtur që u njoh të dyve. Jeni vërtet më të mirë se ç'dukeni. Të dyve kam fjalën bashkë. E kam fjalën edhe për Gracianën, sepse e ka për ty tash. Jo, unë thash mos na ka ardhur vetë i dytë. Po jo, shiko Gjira, nuk e di nëse di. Gjira ka një shpirt që e mban me vete gjithmonë. Se para se të fillonim na foli për një ca 7 shoqe, dhe thash po. Gjira, atëherë një prezantim shkurtër për veten, pavarësisht se njerëzit të njohin, por për një audiencë tjetër të radios të tjerë, duam të dim origjina, ku ke lindur edhe O sa interesant. E di që domethënë motis më kanë pyet në për intervista kështu kaq okay, interesant, I like it. Po ne jemi të veçantë, pra ne e tham. Ne prandaj jemi aty. Tani, un vi nga Prishtina. Nga Prishtina, pra. Prishtinalike. Prishtinali. Po, Prishtinali. Lockamane. Jam shumë proud që jam Prishtinalike për ndryshe. Perfect. Edhe po ta vësh ju kthy pak dialekti. Direkt se sa tekst doli. Direkt më merr shumë malli të flas në dialektin tim. Po dialekt shqiptar është dhe ai. Kështu që po shive në Shqipëri në përgjithësi edhe nga televizioni nga gjërat absolutisht. E kthejm. Po, atë se duhet të komunikosh edhe me publikun. Je për të komplimentuar se nga shumë personazh të Kosovës, shqiptar të Kosovës, je nuk dallohesh fare Lali. Dgjoj, ti faleminderit që më komplimenton, po kam përshtypjen që shumë nga Kosova nuk e mirë presin shumë këtë ndryshimin e dialektit sepse i duket sikur kam harruar origjinën time. Jo, kjo nuk ka të bëjë. Ka marrë goxha kritika për të pjesë. Ne jemi nga Puka, nga Tepelena. Po të flasim dialekt na merr vështirë. Në moment që ti je në ekran, në televizion, patjetër që duhet të flasësh me gjuhë letrare, që njerëzit jam munduar ta sqaroj të shumë ndjekësit e mi, po e shoh që shpesh herë nuk disa e përqafojnë, disa jo. Nëse. E vërtet, po. Si ka qenë Gjira fëmijëria jote në Prishtinë? I mban mend vitet e Po si mbaj mend, kanë qenë vitet më të bukura. I kam kështu, i mbaj me shumë qef dhe me shumë. Ke qenë si fëmijë? Kam qenë, unë gjithmonë them kam qenë si Mowgli. Mowgli vogël, po. Një majmun e vogël, ti një majmun e vogël, dhe literalisht kam nejt në maj e peme. Ke pas shok majmunër? Po kemi pas shumë të tillë. Me vërtet kam qenë, kemi pas afër edhe parkun e qytetit, prandaj qëndroja në majet peme. Dhe shkonim, e mbaj mend që kam qenë shumë si çuni vogël, edhe kur gjithë vajzat ishin kështu me fustane në Kosovë, petlla, më pinky, loznin me kukulla me gjëra, unë isha në lagje, o zot turpi, zotit e shqyqyr zot si të s'kam foto, sepse dilja me syze që futesh nën ujë, me pijame, dhe si për pijameve veshja rroba në pikë të verës dhe lozhje me armë me rruza dhe vishesha në këtë lloj forme që mos të lëndohesha, si isha dhe frikacake. Dhe dukesha si një alien, si një ufo e vogël dhe isha njeriu i fundit që ma ndjente se si dukesha, domethënë fare. Thjesht rrian majet peme kështu gjëra. Jo, mbaroj, s'ka gjë. Jo, kaq ishte. Familje se sillje probleme si fëmijë? Jo, i zgjidhja vet hallet e mia. Gangster. Kur jeni mogël i vogël, i rahaton sa gjëra. Gjira, si është në memorien tënde kujtimi i luftës Kosovës? E ke thjesht si një gjë të treguar apo e ke rastisur ndopak atë periudhë? Më ka, domethënë, që kur kam ardhur në Shqipëri, se shpesh herë më pyesin që si ka qenë kjo pjesa. Nuk e di nëse tingëllon çuditshëm ta them, por unë nga që kam qenë në një moshë goxha të vogël, unë më tepër e kam marrë si lojë gjithë gjën dhe nuk është që mua personalisht shumë fëmijë, jo vetëm ti. Po, nuk më ka ndikuar që të kem ndonjë traumë nga lufta. Kjo është gjë shumë e bukur dhe shumë e mirë. Dhe e mbaj mend që për shembull sepse ne shtëpinë ku e kam në Prishtinë e kam patur përballë rajonit të policisë që në atë kohë ishin ushtria serbe. Dhe unë jam rritur me pamjen e ushtarëve me armë në dorë, po për mua në atë kohë ishte
më duke interesant, më kupton, dhe në përgjithësi vlen ta theksoj, pa çka që patjetër në edhe mosha ku ti qen, prandaj pyeta si qëndron në memorien tënde se në shumë njerëz. Të e mbaj mend që frikë kishim se kur shkoja për shembull në dyqan e mbaj mend, këtë e kam memorie shumë pastër. Ata shku në dyqan, më çoj mami për të bler bukë. Dhe futem në dyqan dhe çullon një ushtar serb. Po. Dhe ishte me atë kallashin, i themi ne, armë shumë e madhe dhe e mbaj mend që unë vdiqa aty kur pash atë, se normalisht frika si fëmijë. Dhe e mbaj mend që ai e pa që unë kisha frikë dhe më bleu një lëpirse. Vërtet. Po, dhe këtë e kam të fiksuar në kokë. Kaq është kështu një pamje të freskët që e kam dhe e mbaj mend dhe figurën e atij ushtari që mora atë lëpirsën, mora bukën dhe ika pra. Shkova i thash mami, se dramatike, komplet se doja ta bëj edhe më interesant. Më doli një ushtar me armë, por më dha një lëpirsë në fund. Shiko, duke qenë se jemi në fëmijëri, në vitet e hershme dhe secili nga ne ka kujtimet dhe fëmijërinë e vet. Nga fëmijëria jote, ke ruajtur raporte me miq që i mban mend që atëherë ose ke informacion? Unë gjithë shoqet që i kam dhe sot i kam që vërtet të fëmijërisë. Jemi diku te 7 goca, që kemi qenë dhe në shkollë mesme bashkë, dhe në shkollë fillore bashkë, nejse në universitet jemi ndar, po e kam shoqërinë po të njëjtën. Po ndërkohë tani ti për shembull që je bërë një prezantuese, ke marrë përsipër gati dhe autore, të shohin pra të arrir. Shive, shoqet e mia, unë i kam si motra, edhe me thënë të drejtën janë të vetmit njerëz që nuk më japin fare kështu vlera që ti prezantuese, patjetër që janë krenare për mua, po kur shkoj gjëja e fundit që diskutoj është për punën time ose po mirë, shiko, gjithsesi mes gocave ne kemi këtë, shiko se dole bukur atje, dole bukur këtu, pra këtu këshillat po themi me njëra tjetrën. Nuk janë shumë të tilla se me thënë drejtën i kanë kap hallët se të gjitha janë bërë me kalamaj. Edhe kur shkoj atje, unë jam ajo që i them, o goca po të lutem, hajde takohemi. Gjira po desha, hajde në shtëpi për ndryshe. S'kam si rahatoj fëmijët dhe janë në një etapë pak më ndryshe. Një prishtinalije si Gjira. Hajde. Prishtinalije tamam, e cila prej vitesh tashmë jeton në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë. Kush janë e mira dhe e keqja që ke gjetur në Shqipëri, pra në Tiranë, krahasuar me Prishtinën dhe me vitet e bukura që ke kaluar atje? Tani, njerëzit janë shumë të ndryshëm në Prishtinë, Tiranë ose Kosovë dhe Shqipëri, do thoja. Në Kosovë njerëzit janë pak më të qetë. Janë pak më slow, pak më kupton e marrin gjërat më qetë. Më easy, është jeta në përgjithësi më easy në Prishtinë, është më e qetë. Në Tiranë është një lloj stresi, një lloj fluksi, shumë agresiv. Domethënë unë tani jam mësuar se s'më bën shumë përshtypje se është rutina ime, po jam bërë, domethënë jam adaptuar. Si gjete veten me këtë lloj agresiviteti, po themi? Nuk më bën të shumë përshtypje se unë gjithmonë kam qenë një tip që nuk para jam intimiduar fare nga situata. Kam pas atë tipin tim, vazhdoj ta kem akoma, jam në atë cepin tim, përzihem shumë, indiferent dhe komplet. Kam botën time, i shifja që ziheshin shumë. I enjoyed the drama. Isha kështu, okay, nice, cool. Dhe duar nuk i se po, dhe me thënë të drejtë Gjira me kokoshka. Vazhdoni ju. Cepi mbledhjes, por kur vinte punat e idet kreative, aty isha kështu all in, sepse që fëmijë kam pas qef këtë kreativitetin, tisha më t'jepja ide dhe vazhdoj dhe s'mëri goja akoma. Prisni një sekond. Po, prisni se duhet flasi që ka diçka vetëm për ty, për kënaqësinë tënde, që na ke nderuar me praninë tënde sot, ka diçka speciale. Shumë speciale. Publicitet. Origjina e emrit tënd është një ndër emrat më të veçantë që kam dëgjuar në jetë. Edhe në Kosovë shumë i veçantë si emër. Mua më je dukur gjithmonë se italiane, me thënë drejtën. Po është ke pak edhe këtë tipare. Totalisht italian, je pak italiane si fizionomi. Nga është kjo origjina tamam me larg. Tamam, me sa kam marr informata, Spanca, më sakt Spancalia ka qenë një fshat në Serbi i tokave shqiptare, po që e kanë marr serbit në ndër vite. Kur kanë filluar të pushtojnë tokat shqiptare, kanë bërë përndjekjen e shqiptarëve që ne kemi ikur nga Spancalia, domethënë të parët tanë, dhe kanë zbritur në Prishtinë. Dhe në ndërkohë pastaj është rregulluar dhe është bërë Spanca. Pra ti je
në tek filmi Last of Mohicans, ti je Last of Spancians. Spancalia. The Last of Spancalias. Kështu që neve edhe në Kosovë është mbiemër shumë unik faktikisht, shumë pak njerëz e kanë. Shumë pak njerëz e kanë. Tani, me që jemi të mbiemri, po, vazhdo. Jo, unë dua të ikë nga mbiemri. Po, me që jemi të mbiemri largohemi. Ti lëm të gjitha këmbë, dua të fokusohemi pak tek She's on Top. Yes. She's on Top është viti yti 6. Wow, sa shumë. 6 sezone. A nuk u lodhe me këtë emisionin ti? E di që për zotin kur po e them kështu viti 6, po më lodh viti 6, po kështu nuk është që e kam ndjer, e bëj me kënaqësi. Okej, megjithatë është një emision shumë trendy, shumë rinor, por këtë vit ke patur një personazh ndryshe. Që e ka bërë akoma më spicy më. Sa hodhen që si me spondë. Se ke marrë kolegun tim, jo për gjë. Patjetër. Si lindi ky bashkëpunimi, kjo ideja nga erdhi? Visianin e kemi pas të ftuar vjet në She's on Top. Edhe rezultoi sukses. Me vërtet na pëlqeu shumë sepse Visiani është ne që e njohim, ka batutën, ka spontanitetin, na pëlqen shumë dhe mua më duhej diçka në juri që të thynte atë profesionalizmin, korrektesën, profesionalizmin dhe gjërat tipike që mund thuhen. Dhe patjetër që kornizat po themi që. Yes. Kështu që Visiani ishte perfekt. Faleminderit. Po në këto vlerësimet për shkak me gocat kështu. Po nëse është intervistë për mua me dashur, është për gjirën. Ti them veçën aty. Jo, dua këtu. Madje gjirën kam taku kur kam filluar, kam taku vetëm Manushin. Dilli është bërë me Manushin që ta dish. Kështu që duhet ta kemi edhe Manushin këtu. Okej, mirë, atëherë po të riqem, nuk po pyes më për Visianin, pra. Okej, më thuaj ti për veten tënde. Për gjë, pa diskutim. Po, më thuaj. Realisht në gjithë këto 6 vite po themi, si e ke gjetur veten? A ke patur ndonjë moment për shembull që ti e ke thënë vetes, gjëra, stop sepse unë këtë gjë nuk e bëj dot më? Të dorëzohesh? Shumë herë. Jo, patjetër që shumë herë se televizioni është i egër në përgjithësi. Tiranën ai bëre të egër, televizionin të egër. Po janë moj. Ne punojmë vetë, e dim shumë mirë. Jo, pse i egër me njerëzit, nuk e flas, nuk e them në këtë aspekt. Flas rutina, jeta, është goxha ka një ritëm, janë shumë faktorë. Po bëhen të gjithë bashkë. Duke filluar dhe nga stresi i punës dhe pesha që ke dhe çdo gjë tjetër. Plus që të kesh një spektakël këtë vit kemi 30 e kusur vajza, 30 e ca vajza, është goxha peshë e madhe. Më kupton se secila ka teket e veta, secila ka pëlqimet, mos pëlqimet, disa janë të llastuara, disa kanë ato jo mos më pëlqeu fustani, fillojnë qajnë. Po e bëjnë shumë dramatike, ë? Disa janë në edhe duhet të merresh edhe me ato. Patjetër. Duhet të merresh edhe me ato. Jo, patjetër që ne qëndrojmë, mundohemi të qëndrojmë shumë pranë vajzave dhe është pesh në vete, gjitha është ngarkesë. Pastaj unë merrem dhe me pjesën e ideve, autorsisë dhe gjërat e tjera, bashkë me stafin që po, janë goxha gjëra, po. Kështu që po, është vërtet, gjëra ka shumë ngarkesë tek ai format. Por megjithatë, ne me që jemi kështu te ngarkesa e këto, unë dua shumë të falenderoj edhe stafin, sepse Jeta, Aneida, Armendi, Manushi, gjithashtu janë me vërtet më qëndrojnë shumë afër për çdo gjë dhe sidomos në këtë sezon, për shembull e kam pas pak më lehtë sepse dhe stafi janë mësuar tash me ritmin e gjës dhe shpesh herë për shembull Aneida, Jeta, bla bla, për të më kursyer mua nga shumë gjëra, më thonë Gjira fokusohu, sonte kemi spektaklin, with the rest merremi ne. I përshëndesim dhe unë domethënë. Jo, përshëndesim se me vërtet vajzat janë fantastike. Po ndonjë incident mund të të ketë ndodhur aty më fal Vizhon. Sepse un kam parë që është ajo pasarela aty, pishina, ndërkohë goca që duhet kalojnë aty. Incidente ka patur ndër vite, ka patur kështu për shembull që kanë rrëshqitur ose diçka. Nuk e mbaj mend nëse është rrëzuar ndonjëra vitet e kaluara, sezonet e kaluara, nuk po më vjen tani, por një incident shumë i madh që u bë dhe viral gjithanë ishin karkalecat. Karkalecat? Po, kishte vjet ose par vjet, nuk par vjet. Kur ka shpërthyer karkalecat. Që ishte një dyndje në Tiranë. Në fazë ovolimi karkalecat lasën. Në fazë luleshtryeje. Ka qenë par vjet, nëse nuk gaboj, që u pushtu Tirana nga karkaleca dhe siç duket nga reflektorët e skenës, se ne jemi në ambient të hapur. Karkalecat. Po të them, pa egzagerim, ka patur diku te 150 karkaleca. Unë që i numëroj, sepse unë i kam fobi dhe për mua ka qenë një, më fal, se e preka këtë. Ka qenë një ndër. Mos e prek shumë se
Një ndër gjëra Se po na fut reklama vini pastaj. Më të tmerrshme që kam kaluar ka qenë ajo. Realisht sepse kur ke fobi dhe të moderosh, domethënë me fobinë tënde, është sikur dikush që ka fobi gjarprin, vetë ja vendosën gjarprin aty, hajde ta Gjëra që rinte me kështu ti kalove. Dikush është perla. Isha puntatën e parë, domethënë jo të dytën. Isha puntatën e dytë gjë një klithëm femre. Edhe këtë kush ishte? What ç'a ndodhi? Kur shoh që insekt që thjesht po kalonte në jetën e vet dhe Graciano që shkon dhe e shtyp. Graciano i pa shpirt fare. Dhe thot i ka fobi gjira. Me qetësinë më të madhe në botë. Dhe me qetësinë olimpik, sa insekte kanë vrarë do vras unë thot. Graciano është bërë kështu kryevrasari i insekteve. Ishte perl. I kam fobi, nuk kam ç'a t'i bëj, nuk e shëroj dot, jam munduar shumë ta kaloj. Graciano është edhe krau i djathtë. Yes. Graciano është krau im i djathtë në çdo gjë, realisht, si në punë, si në jetë, si në çdo lloj problemi, si në punë, si në jetë, si në shtëpi, si në krevat, si në gjitha. E kam zgjedhur mirë. Bravo, domethënë do ikim, po pastaj më kujto të bëj një pyetje lidhe me Gracianon, por me qenë se na përmendë Gracianon, një përshëndetje vetëm për Gracianon. Publicitet. Të dua. Jo, po një gjë mund ta themi që ti dukesh i rritur me një frym tjetër televizioni. Po, mund të them që dëgjoj, është turp për ta thënë, por unë nuk, domethënë gjatë fazës time të rritjes, jam rritur me Cartoon Network, jam rrit me një televizion amerikan, anglez, me këto gjëra të ndryshe. Nuk kam ndjek as televizion shumë shqiptar, as Kosovës, as italian, s'kam pas pikën e lidhjes. Si një pjesë e madhe shqiptare që ne shumë kemi pas shumë italian. Po, kur erdha në Shqipëri të punoja, unë s'kisha pikën e lidhjes si funksionon televizioni në Shqipëri. Po. As lidhjen më të vogël, po. Dhe thjesht unë erdha si një kështu blogere, fashion blogger, se isha fillova blogun në Kosovë, dhe erdha si një fashion blogger me një rubrikë të vogël të diella për fashion. Dhe nuk erdha si prezantuese ose që unë me synimin të futesh atë të bëja namin në televizion. Unë thjesht erdha të bëja një gjë të lezetshme. Se s'të kanë parë gocat si konkurrente. Se ta dinin që je konkurrente. Kam me ide që të zësh vendin. Do ishte bërë nami, më kishte me karkalecat. Për zotin nga gjithë kjo. Përballur me sa shunja. Se kam përjetuar kur këtë agresivitetin e vajzave në televizion. Dhe sot mund të them që kam qenë me fat se kur s'kam pas kështu bif me vajza, përkundrazi gjithë gocat e topit jam shumë chill me to, i kam shumë mikesha. Të ndihmon dhe fakti që ndoshta nuk shoqërohesh shumë me ton për ditëshmëri. Mund të jetë, se un kam një jetë shumë private, sepse përgjithsisht ndodh që shoqërimi me njerëz të njëjtit profesion i tepërt krijon gjithmonë përfundon keq. Megjithatë dëgjoj, un me Fioralbën për shembull, Ponarin, e kam shoqë shumë të ngushtë, kemi të njëjtin profesion. Kur ishte në Portokalli. Edhe Angelin, të treja kemi qenë në të njëjtin profesion, por një gjë që kam vlerësuar gjithmonë te shoqëria jonë është që kur nuk kemi pas kështu bif sa i përket profesionit. Never, ka qenë gjëja e fundit që kemi folur. Pra ka qenë shoqëri e pastër. Me vërtetë, edhe Fiori për shembull, unë i kam thënë, sepse unë isha e ardhur në thonjza dhe gjithmonë për shembull ja kam dhënë vlerën Fiorit, se Fiori ishte the best për mendimin tim nga grupi on shoqëror modern, dhe gjithmonë i kam thënë you're the one, më kupton, për këtë gjë. Unë gjithmonë për shembull jam mundu m'ia nxjerr ato më të mirat e gjithë secilës. Engjit për shembull i kam thënë ti për debate, për gjëra je flak, kështu që jepi drejtim. Me që jemi tek profesioni, është e veçantë dhe normalisht është diçka që bie në sy gjithmonë kur në profesion, përgjithsisht punon bashkë me partnerin. Edhe ka ndodhur në shumë raste, e kemi parë, por në pak raste ka qenë i suksesshëm. Për faktin sepse nuk është gjithmonë kollaj të punosh me partnerin në një profesion të tillë. Dhe në një format të tillë si ky që është drejt për drejt me femra, me goca. Me goca. Kështu që si është raporti? Jo, kjo është pyetje shumë klishe, si që nuk dua ta bëj fare. Si është raporti, domethënë si është të punosh me bashortin dhe a ka qenë mbështetje më shumë apo ka qenë heraherës dhe pengesë? Pengesë nuk do e quaja kur Gracianon, sepse Graciano e njeh televizionin shumë më mirë se sa unë, se ka qenë fëmijëri që e njeh ekranin e tjerë. Plus që Graciano është shumë kreativ në të njëjtën kohë, dhe patjetër që ne jemi një çift që zihemi goxha, mos mendoni që kemi fush me lule. Jo, zihemi goxha. Që
çiftet që zihen janë shëndetshëm, ata që ata që duken si fushë me lule, aty është një homë shumë i madh. Dje jemi zënë për një gjë të programit, se Graciano është goxha kritikues, edhe un acarohem direkt kur më kritikon, më jep një zgjidhje, çfarë të bëj? Edhe ishim kështu. Jo, në fakt ke shumë drejt, se kur e bën kritikën thuaj edhe çfarë mendon ti që mund ta përversoj. Unë kam problem kur dikush më jep kritikën dhe rri. Po ti më thua çfarë zgjidhje, më kupton nice. Për këtë ishte debati. Edhe ke të drejtë për këtë. Faleminderit. E di që kam të drejtë. S'është vërtet. Ka drejt Graciano. Domethënë, e kritikon, po jepi pra një zgjidhje, jo thjesht. Kritika nuk është do të thotë që ka alternativë tjetër. Mund të jetë diçka që e bëre gabim ose se bëre. Po, mos ta bësh më. Pra nuk është se Mira, jo e ka në kritikën që më jep një gjë, sepse ai mund t'i thotë që mos e bëj më kështu, po si pra ta bëj. Ja ka dhënë për kohësh. Po mos t'ia japi vetëm kështu vende, t'ia japi ollin. Ta japi talla. Jo, ideja është që Gracianon e kam kështu kur e shoh në sken, po e kam busun, se kur e shoh në sken më jep një lloj vetbesimi, më jep një lloj qetësie, se për shembull thjesht e shoh me sy që is everything okay? Dhe kjo është gjëja më e mirë. Po, kur më thot okay, jam shumë qetë. Mund të vazhdoj të bëj batuta në sken, më kupton? It's fine. Momentin që më jep shumë, realisht. Edhe për shembull ka pas raste që kam parë që diçka situata në backstage nuk ka qenë në rregull, dhe shpesh për shembull Graciano ka thonë Gjir, it's okay. Qetësohu vazhdo ti me gjërat e tua, direkt dhe nuk e vras mendjen sepse e di që kur kam Graciano në backstage më rahaton gjërat, më kupton? Një heq se realisht është shumë i kujdesshëm që unë të kem atë performancën perfeksion. E bën shumë për mua dhe e di që se vras mendjen. I them Graciano mero. Graciano ka ndonjë kushurinë se motër vlla e di që s'ka. Në kushuri ka? I ka ca kushuri. Bie rahat edhe unë kur jam në emision. I ka ca kushurinë dhe ka njërin shumë të mirë. Do intereson. Është edhe muskuloz. Fiks për ty, se të bën palestër. Po. Do flasim bashkë për proteinat. Tani gjëra për karbohidratet, po. Duke shiko, ti ke qenë prezent kur Graciano fut Big Brother për disa herë. Si ka qenë për ty ajo eksperiencë dhe qenë më e keqja botë, janë se fillu drama. Drama. Tash nëse të vjen inversi, pra një propozim nga produksioni për të futur ti. Të kurko. Dhe me CV-n që ke në background. O filloi akti. Kujdes, mendo. Do pranosh propozimin e vllait madh për të futur në Big Brother VIP5. Ua, disa më intrigon si gjë grup. Qetësohu, merre me qetësi, na? Okej. Mbaj pak pauzë. Qëndro. Jo? What do you think? Si të pas crash me ndi. Imagino, po mendohet tani live, limo kur ta pyesin konkretisht. Më dëgja. Tani ma hiqni këtë muzikë. Kjo muzika vërtet jep besim që do nominohesh. Po zoti, se çfarë të bën kjo muzika? Ka një efekt të tmerrshëm. Për zotin, ja. Okej, tani ja, vazhdo tani. Tani jemi chill. Okej, dalim në një mood tjetër. Marim frym thellë. Ju rikthye prap. Atëherë Gjira, më lejo t'ju pyes një herë. A do e pranonit propozimin e vllait të madh për të marrë pjesë në Big Brother 5? Mos u nxito. Tum. Ke 10 sekonda kohë. Unë do pranoj ftesën e vllait madh si autore. Ke ishte një shuplak shumë e fortë. Askush nuk kishte. Ka diçka që ne se presim dot. Wow. Shiko. She's on top është për të komplimentuar sepse çka ka ndodhur këtë herë. Se pastaj do dalë ke Big Brother. Ajo që keni bërë me She's on Topin ka qenë një gjë shumë e bukur sepse për herë të parë me sa kam parë unë paktën, jo se jam unë tani, historitë personale po vinë dhe po ngjajnë shumë bukur dhe po japin mesazhe. Edhe pastaj She's on Top është bërë më në fund me fan club. Që do të thotë është një gjë shumë e madhe për emisionin. Edhe kjo është gjë shumë e bukur. Jeni bërë 6 vjeç normale. Pas ka marrë me këmbë të mbar. Ke ardhur me këmbë të mbar me ndryshime. Dhe tani historitë faktikisht janë bërë që në të pyes tani, meqense the, nëse Sara një ditë do lodhej nga Big Brotheri dhe do zgjidhte për t'ia lënë autorsinë dikujt tjetër. Nëse do ta merrje ti autorsinë. Unë nuk fare do bëje ndryshe. Unë nuk shkova drejt te Sara. Është unë thash të shkoj producente ekzekutive, autore, ë?
Sara është producente. Unë dhe pastaj janë autorët e tjerë. Autorët e tjerë që janë, po. Nuk shkova deri te Sara, mos na fush. Qëndrojmë tek autorët janë më shumë mentore, sepse thjesht kanë emrin autor, po janë më shumë mentore. Thjesht më ngacmoja sepse unë vdes për Bigun si format në përgjithësi dhe në fakt ti mund të ishe shumë e mirë si autore për scout, për gjetur personazhe. Këtë thoja, prandaj e thash. Sepse më pëlqen shumë e gjithë procedura e Bigut, edhe pse kolegët e mi më kanë treguar që është shumë e lodhshme, megjithatë më pëlqen puna backstage-it goxha si shumë. Sepse shumica e synojnë kamerën para kamerave. Unë kënaqësinë shumë të madhe e kam backstage-in. E kam shumë qef, e kam shumë passion. Me që jemi këtu. Prandaj thash më përpara do zgjidhja të punoja në produksion sesa mbase të isha në sken vet. Tani Xhira vetëm për ty, duke qenë se ti mund të ishe një autore ideale për një format të tillë. Kush mund të ishin 5 emra, personazhesh të cilët nuk kanë qenë akoma, por në intuitën tënde mund të jenë personazhe që mund të jenë perfekt për edicionin e ardhshëm të Big Brother. Mund të improvizoj, se tani kjo është pyetje pa përgatitur, me thënë drejtën, po të erdhën 5, 4, 3, sa të mundesh ti. Që mund të drejtë. Edhe ndoshta nga konkurrentët tani Shizon Top. Kam disa goca që mund të shoj. Kam disa goca që në Shizon Top që mund t'i shihja si pjesë të formatit të Shizon Topit dhe shoh që ato e kanë me qef. A mund t'i përmendim? Po një ndër to mund të ishte Medea. Medea është shumë interesant si personazh. Është interesant, është edhe kështu gritse, mendoj që mund të ishte personazh interesant për Bigun. Mund ta mbaj lojën e Bigut. Po, e vërtetë është. Patjetër. Kush mund të ishte tjetër? Edhe Meri për shembull më duket që mund të ishte një grifshë vogël Meri. Mund të ishte një pipirickë. Kur Meri Meri. Mos të përsërisim. Është tjetër Meri. Jo, kjo është tjetër Meri. Meri Shizon Topit. Nuk e di, ka shumë personazhe që nuk janë futur. E di ku do doja të shifja, ta them tamam, po nuk e di sa do kishte kohë. Ylli Limani mendoj se shumë pak njerëz e njohin Yllin për personin që është dhe për tipin më cool dhe më interesant që e ka. Mendon se njerëzit do shkënjehen apo do ta adhurojnë? Unë mendoj që njerëzit do adhuronin. Domethënë, Ylli di të jetë pak edhe arrogant, mendoj që arrogant. Jo arrogant në kuptimin e keq, por di të jetë ironik edhe spicy. Di të jetë njerëzit faktikisht nuk e njohin fare, ai është shumë i tërhequr. Dhe mendoj që Ylli për shembull po të ishte në Big Brother, do bënte për gjysmë audiencën. Do kishte nga ata që do thonin po ky. Do ta donin pafund dhe ata që do ta. Po mendoj që do bënte shumë zhurmë dhe mendoj që do ishte kështu flak fare. Edhe do na kënaqte duke kënduar. Por që Ylli dhe ka pasion formatin, kështu që vërtet. E ka shumë e shef e ndjek me shumë pasion formatin, kështu që prandaj them që mund të ishte një aset shumë interesant. Po e mbajmë këtë. Po e mbajmë shënim. Po shkruajmë emrin për momentin. Xhira, humoristët që ne kemi pas gjithë të herë që kemi ndërprer. Sepse kanë ardhur ato. Visianit. Kanë ardhur, edhe ato vinë. Dhe ne nuk i lëm dot pa ardhur. Duhet t'u hapim derën. Vini, hapim vetëm për pak. Jemi rikthyer dashur miq dhe ka kaluar pothuajse 2 orë dhe tani jemi në rubrikën na plasi VIP. Jemi me Argjirën, e cila mund ta themi me plot gojë është një ndër personazhet e cila me emisionin e saj ka prodhuar shumë personazhe VIP të cilët kanë dalur nga emisioni Shizon Top ku ajo kanë shumë viv. Kanë plasur shumë viv. Dhe për t'ju bërë juve të ditur, Xhira do na thot sot disa nga emrat të cilët janë personazhe të njohur në botën e showbizit, të cilët kanë dalur nga Shizon Top. Okej, do e fillojmë nga nishi. Ta fillojmë nga nishi. Duke filluar nga Hilda Kërtalli, që ishte fituese e Shizon Top Ni, e cila tani për momentin prezanton Shot Clubin dhe gjithashtu Hilda është ka pas shumë sukses në YouTube, ka qenë dhe gjithashtu në festivale për rinin, content creator interesante. Ka qenë imazhi shumë brendeve prestigjioze për rinin. Ka ecur goxha. Është shumë aktive ajo. Është goxha aktive. Eriola Doçi që ka qenë në Big Brother, ka qenë Shizon Top. Atalanta Korçyku që ka qenë te Dance, ka qenë pjesë e Shizon Top. Na habite, shiko se Eriolën unë e maj me ke format tjetër në Top, e kupton, ka qenë format me
me pishina që rrini aty. Kepi tundime. Yes. Ka qenë më mrapa. Në fillim fare Eriola tamam në Top Channel ka ardhur nga She's on Top. Pastaj që ke rrezikshme ti. Pastaj tjetër Gjeneta. Santiana also që ka qenë në Kosovë, ka qenë pjesë e She's on Top. Ka dalë nga She's on Top. Dhe mendoj se ky sezon ku jemi tani, që është gjithë këto. Do prodhoj shumë personazhe, sepse më thon drejtën unë ka element aty. Jam në një kemi Desin, Desi Doçen, kuratorin image director të Topit. Nuk ka dalë nga She's on Top Desi. Ka dalë nga He's on Top Desi. Se ka qenë me që përmendë Desin këtë çoni. Si ka mundësi që ne herë shumë me Nevinën, një herë shumë me Kiarën, me gjitha një herë shumë me Gjirën, një herë edhe ç'a bënë? Kujdeset shumë për gocat. Kujdeset shumë për gocat. Vërdallizet ai se dashurinë e parë mua më ka. Perfekt. E konfirmon. E konfirmon nga radio. Ngacmoj. Erdhi mesazh. O Gjira tash është diçka që të ka ngel peng në jetë që do doje ta provoje por asnjëherë s'pate mundësi. Mua dhe Sofin. Ja, do përgjigja. Që do doja ta kisha dhe që do diçka në jetë që do doje ta provoje, ndoshta profesion, pasion, të cilën akoma nuk e ke realizuar dot. Unë gjithë jetën kam qenë shumë e apasionuar pas yjeve dhe galaksisë dhe gjërave, dhe kam pas ëndër të jem astronaute dhe gjithë jetën kam pas qef të shkoj në NASA, ta vizitoj minimalisht, kështu që pengu im i madhër që akoma s'kam arrit ta vizitoj atë ëndrrën time që në fëmijëri. Mbaro She's on Topin dhe vazhdo me këtë. Po, do bëhem astronaute, imagjinoj nga prezantimi. Në fakt unë duhet të bëj edhe një pyetje pak më me qenë se jemi femra, pastaj prezantojmë. Disi janë po, ti vetëm dëgjoj. Okej. A kemi në plan ndonjë bebe? Shive, jam në një fazë që thjesht e kam lënë në dorë të Zotit. Jo, realisht thjesht mendoj që tani Zoti nuk ta sjell, po nuk punuat ju. Ju çfarë po bëni për këtë? Dëgjoj, të them që e kemi filluar punën, duket sikur është keni filluar. Jo, s'po them që kemi filluar. Jemi thjesht po ato vazhdimisht punojnë në këtë sektor, nuk është se është risi. Po nuk punojnë siç duhen. Ka një metodë si duhet. Okej. Dëgjoj, kemi dëgjuar shumë llafe që janë ca metoda, po ne thjesht po e shijojmë. Po vazhdojmë punën. Tani Gjira do ta ndërpresim sepse s'kemi më kohë dhe dy gocat që i kanë ardhur të majt janë Erma dhe Sofi, ato kanë emisionin pas nesh. Kështu që janë komshiet tona. Doni që të rritet e ju? Se po hajde. Është bukur. Me vajza çfarë bët? Ç'bëm ne? Gatuam sot, kemi bamje për drek. Bamje edhe sot. Po pse je kështu ti, si e mërzitur, si e irrituar? E mërzitur? I ke bërë bamjet me inat. E di pse është mërzitur ai. Se s'kam ngrënë bamja. Se ka ardhur që ndrek këtu. Po. O Sofi, ha më të keqen halla. Mirë. Sofi delikate. Sofia është e lezetshme. M'duket gjithkohë sikur është ecën mbi lule. Është delikate. Profesione në Sofi është nga ato matrioshkat që hapen. Ma ka të shpesh. Kurse ti çfarë ishe? Unë isha tashi o turke o latine, nuk e, domethënë ishte një turke që ka lidhur në Brazil, domethënë sipas interesante, kombinimi i lezetshëm. Gjira. Të falenderojmë shumë që ishe me ne. Faleminderit juve. Faleminderit. Shumë e bukur. Edhe kënaqësi që punojmë bashkë.